Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të komentuar progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Ndërsa vlerësoi skanimin që Brukseli ka bërë situatës në vendin tonë në harkun kohor të një viti, Berisha kritikoi ambasadorin e BE-s Konsato e komisioneren e zgjerimit Marta Kos, e cila një ditë më parë deklaroi se progresi i Shqipërisë është i paprecedent. Nuk thot kund se progresi i shkëlqyer. Nastirjesht. Nuk thot nastirjesht. Outstanding. Se këto deklarata i shëmbëllojnë deklaratave të Donald Tusk që thoshte në kurrën e kanabizimit të vendit, përgëzoi policinë për suksesin e jashtëzakonshëm në luftën kundër drogës. Berisha vuri ndukje se progresi raporti reflekton të gjitha problemet që ka sot Shqipëria. Ky raport është një akt akuz ndaj qeverisë aktuale, ku theksohet se zgjedhjet ishin të deformuara. Thot se korrupsioni lulëzon. Thot se kontrolli parlamentar mbi qeverisjen ka degraduar. Thot se krimi organizuar është tehet i fuqishëm. Për te i progres raportit, Berisha komentoi hetimet e SPAK-ut ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke përsëritur se përgjegjësi kryesor për çështjen e tunelit Llogaras është kryeministri Edi Rama. Nëse presim ne që prokurorët të shkojnë dhe t'i vënë hekurat e Edi Ramës, ne jemi personazhe, nuk jemi njerëz real. Është populli ai që thot fjalën e vet. Ata folën, tuneli Llogaras është vepër kriminale, është krye-krim dhe është kryer nga Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se në këtë situatë vetmi rrugë që ka opozita janë protestat kundër liderit të mazhorancës Edi Rama. Tani kreu i Meduzës e ka radhën. E ka radhën kreu i Meduzës. E tanë e pitas. O do u dalin zotën e tani, qytetarëve, ose historia do na denojë.